Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falënderimi tek Allahut, atë e falenderojmë, falje dhe ndihmë vetëm për t'i kërkojmë salavatet, selamet i dërgojna mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që ecin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në javën e kaluar shpjegom rreth betejës së Uhudit. Edhe shpjegom se si ka fillu betejë e Uhudit dhe si kanë rrjedhë ngjarjet. Dhe tregom se pejgamberi alayhis salam i ka thënë sahabëve, dikon para forcës 50 shigjetar, i ka thënë kjo kodrë shumë e rëndësishme, nuk bën me lëshu, edhe nëse neve poshtë na kputën kokat edhe mbytemi edhe çafkat e hajnë mishin ton, jo mos e çani këtë kodrë. Mirpo, kur ka fillu betejë dhe muslimanët qysh në fillimin e betejës kanë triumfu, edhe pala armikut ka filluar me u tërheq, disa prej muslimanëve kanë marrë ganimet që kanë gjetë në vendin e luftës, disa prej shigjetarëve një pjesë e tyre e madhe e ka lëshu frontin, edhe u mashtru pas plaçkës së dynjas, edhe e kanë lëshu kodrën. E në anën tjetër ka qenë Khalid ibn Walid, prej strategave të luftës, i cili në atë kohë nuk e ka pranuar Islamin. Pra, u kanë ende në palën e mushrikëve, e ka pa dobësinë e muslimanëve, pra e ka kalu kodrën, ka kalu prapa ushtrisë së muslimanëve dhe ku i ka godit, ku i ka dhënë një humbje të madhe, paraforsisht një numër i madh i muslimanëve është vrarë, në mesin e tyre dhe Hamza radhiyallahu anhu, edhe është gjakosur dhe është plagu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirpo përfundimisht betejë pra luftën e kanë fituar muslimanët. Fakti që pala e mushrikëve është tërheqë dhe s'kan arrit me u fut në Medinë, kjo do të thonë që muslimanët e kanë fituar luftën. E fill pas kësaj lufte ka ndodhur edhe disa beteja të tjera. Pas betejës së Uhudit ka ndodhur edhe disa beteja të tjera të rëndësishme, mirpo e fillimisht do t'i cekmi disa ngjarje që kanë ndodhur pas betejës së Uhudit. Ngjarja e parë e cila ka ndodhur është se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka martu vajzën e vet Kulthumin me Uthmanin radhiyallahu anhu. Pra e ka dhënë vajzën e dytë. Vajzën e parë e ka pas Ruqayen, e cila ka vdekur pas përfundimit të betejës së Bedrit. Pastaj pejgamberi alayhis salam pas vdekjes së Ruqayes ja ka dhënë edhe vajzën tjetër, Kulthumin, për atë dhe Uthmani radhiyallahu anhu e ka marrë edhe novkun si Dhu Nurain apo poseduesi i dy dritave, për shkak se i ka pas dy vajza pejgamberit alayhis salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam këtë kohë e ka martuar edhe Hafsën radhiyallahu anha, edhe ka bën një martesë tjetër me Zejneben radhiyallahu anha. Gjithashtu këtë vit, pra në gjatë kësaj periudhe, pas betejës së Uhudit ka lindë edhe Haseni i biri Aliut radhiyallahu anhu, edhe është ndalu gjatë kësaj kohe edhe është bë haram pirja e alkoolit. Deri në këtë periudhë, pra deri te betejë e Uhudit, muslimanët kanë pas lejuar me pi alkoolin. Zatën alkooli u kanë prej pijeve që arabët e kanë përdorur shumë. Edhe u kanë sinonim i mikpritjes edhe bujarisë. Pra nëse të ka një musafir edhe nuk e ke prit me alkool, nuk e ke shërby, ajo pritja u kanë e keqe edhe u kanë ofendim për atë person. Kjo u kanë njëna prej arsyeve sepse arabët e kanë përdorur alkoolin. Një të gjithë e kanë dashur, mirëpo nëse të ka musafiri nuk i ke shërby me alkool, ai ka konsideruar si pritje të keqe. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala për me ndal këtë vest keq të alkoolit, alkooli është ndal shkallë. Pra nuk është ndal me një dispozit vetme, për shkak se u kanë eran. Ka transmetime që nëse ishte ndal alkooli domethënë më një herë, ka pas mundësi një pjesë e tyre mos më pranon si dispozit, edhe kështu më dal prej fesë. Për shkak se u kanë vest shumë i keq edhe i shpërndan popull. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar me 3 ndalesa. Gjithashtu i ka përdorur edhe disa shkaqe për me ndalu alkoolin. Për shkak se nëse një veçori, një veti e keq është shpërndan me popull, edhe pjesa e madhe e popullit e bën atë dukuri, për me ndalu atë ves, nëse ndodhin disa shkaqe të këqija, disa pasoja, është më e lehtë me u pranuar. Për shembull, nëse dojmë me një popull me ndalu kumarin, apo me ndalu alkoolin, apo me ndalu zinain, edhe populli e da atë punë, nëse ndodhin disa sene të këqija, është më e lehtë me u ndalu. Për shembull, nëse si pasojë e kumarit vritet dikush, edhe autoriteti që është aty e ndal si pasojë kësaj vrasjes, e shfrytëzon mundësinë, atëherë kjo është më e lehtë me u pranuar popull. Ose si pasojë alkoolit vritet dikush, apo dhunohet dikush, apo si pasojë e zinas së kështu me radhë, atëherë është më e lehtë me u ndalu ai vest i keq. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala fillimisht në ajetet e para në surën Bakara
i tregon muslimanëve për rrezikshmërinë e alkoolit. Edhe kjo është ndalesa e parë edhe kërcënimi i parë. Thot Allahu në Kur'an: "Yes'alunaka 'anil khamri wal maisar." Pyesin ty për alkoolin edhe për kumarin. Kul thuaj atyne fihima ithmun kabirun wa manafi'u linas. Mi përdor ato alkoolin edhe kumarin është gjuna shumë i madh. Mirë po ka dobi për njerëz. Cila është dobia të alkooli ose të kumarit? Ka thënë dietar se dobia e vetme është se dikush me alkool ka mundësi fiton pasuri, apo me kumar fiton pasuri edhe jep sadaka. Pra dobia e vetme është sadaka. Ndoshta këtij që jep nuk i pranohet, si bëhet kabull, për shkak se e ka fituar me gjuna. Mirë për personi i varfër i cili e ka marrë pasuni, nuk ka dyshim se ai ka bë dobi edhe e ka ndihmu atë. Para dobia e vetme apo e mira e vetme e alkoolit është se ka mundësi dikush në aspektin e dynjas me përfitu. Pastaj kjo është ndalesa e parë. E dyta, për më ndalu, Allahu subhanahu wa taala ka bë shkak me ndodh diçka për më ndalu me një pjesë caktuar alkoolit. Cila ka qenë kjo pjesë? Mos mi ofro alkoolit sfakut e namazit. Edhe ka ndodhur ngjarje, thot Aliu radhiyallahu anhu, thot ka thirr Abdulrahman ibn Auf në drek, thot na ka thirr në drek. E thot na ka dhënë ushqim mesh, kena hangër, e thot na ka shërby alkool. E thot kena pi alkool deri kur? Deri thot se jena deh. Pastaj thot kanë thënë mua del edhe prina namazin e akşamit. E thot pasi e kam recitu surën Fatiha, ka filluar me recitu surën Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ajeti është: thuaj o ju besimtar, unë nuk e adhuroj atë që adhuroni. Mirpo Aliu i dehu çka ka thënë? Kul ya ayyuhal kafirun, thuaj o ju besimtar, ka thënë ana a'budu ma ta'budun. Unë adhuroj ata çka ju e adhuroni. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, edhe na adhurojmë ata çka ju adhuroni. Pra ka thonë këtë fjalë Aliu radhiyallahu anhu. Pra ka thonë o ju mushrik, unë adhuroj ata çka ju adhuroni. E ka thonë këtë fjalë mas kurit e ka thonë këtë fjalë, atëherë pse 13 vite luftë në Mekë u bë sabër, që më adhuro zot tjetër posa Allahut, apo mos më adhuro zot tjetër posa Allahut. Pastaj betejë e Bedrit, betejë e Uhudit, sa njerëz u vrajtën që më adhuro vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mas sa viteve del Aliu si shkak i alkoolit, namaz, ibadetin më të madh, edhe thotë unë adhuroj Zotin e pabesimtarëve. Edhe kjo punë të sahabët do kanë shumë e madhe. Shumë e madhe kanë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala e ka bërë shkak me ndodh kjo që më janë ndalu alkoolin në etapën e dytë, sfaku gjatë faljes së namazit. Allahu thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara." O ju që keni besuar, mos ju afroni namazit ndërsa jeni të dehur, hatta ta'lamu ma taqulun, derisa ta dini se çka po thani. Prandaj me këtë dispozit muslimanët ka pas ndaluar me alkoolin gjatë kohës namazit. Pra kur kanë pas drejt me pi, kanë pas drejt me pi mas qetësisë. E kanë përdor për shkak se kanë ditë se koha e namazit sabat është më larg edhe kthjellën, edhe kanë pi mas sabat deri në drek. Sa është një periudhë më e gjatë ku ka mundësi me ju dal pija. Kjo kanë periudha e dytë. Pastaj ka dashur Allah azza xal për me ndalu përfundimisht ka ndodhur edhe një shkak tjetër ku disa prej sahabeve, ansarëve duke pi alkool, këtë pjesën ku është leju, ju ndeh. Edhe kanë filluar me godit një tjetrin. Kanë filluar me urrah me një tjetrin, se sikur ju ka dal pija, e ka pasur njëri t'ju kanë thyr dhomi, tjetri t'ju ka aj syni, dikujt t'ju ka kput mjekra, dikush ka pasur ajë fytyr, edhe kanë filluar me akuzën një tjetrin, thotë pse ke goditur këtë gjendje, pse s'e ka dhënë mëshirë me mua. Ky thotë po tim ke godit mua, edhe kanë filluar domethënë u bë puna e madhe edhe me pas fitnë edhe luftë në mes të besimtarëve shkaku i alkoolit. Pastaj ka zbritur dispozita e tretë, edhe ndalesa e tretë e alkoolit në surën Maide, ku Allah subhanahu wa taala definitivisht e ndalon pirjen e alkoolit, thot Allah në Kur'an, surën Maide: "Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisar." O ju që keni besu, nuk ka dyshim se alkooli, edhe kumari, wal-ansab, wal-alzam, edhe idhujt, edhe shigjetat, rijsun min amali shejtani fajtanibuhu. Janë të fllëçta, edhe janë punë e shejtanit. Pastaj edhe ka thënë fajtanibuhu, distanconi nga këto vepra. Prandaj kur kanë zbritur ajete, kanë dalë banorët e Medinës kret alkoolin që kanë pas, e kanë marrë edhe e kanë derdh rrugëve, edhe kështu më përfundimisht me këtë dispozit, me këtë ajet surën Maide, u bë edhe ndalimi i alkoolit, përfundimisht më asnjëherë nuk e kanë pi muslimanët. Pas këtyre ngjarjeve ka ndodhur edhe një betejë tjetër në mes të muslimanëve dhe jo muslimanëve. Kjo betejë është quajtur si Bi'rul Mauna. Pra në muajin Safar ka shku një person Ebu Barra Amir ibn Malik, nga fisi Benu Amir, të pejgamberi alayhis salam. Edhe pejgamberi alayhis salam e ka thirrë në Islam.
Mirë po ky person nuk ka pranuar Islamin. Mirë pas nuk ka luftuar Islamin. Edhe ka fjalë të mira për pejgamberin alayhis salam, edhe për ata që ka thret pejgamberi Allahut. Edhe i thot pejgamberit alayhis salam, thot sikur ti kishe dërguar disa prej shokëve të që kanë dije, thot te populli jon Banu Amir, thot ndoshta e pranojnë Islamin populli jon. Pejgamberi alayhis salam i thotë friksona, thot se banorët e Najdit, pra banorët e Juve ka mundësi me i dëmtu edhe me i mbyt ashabët e mi. Thot unë jam garantues i kësaj pune. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam i dërgon 70 lexues të Kuranit, i quajt Qurra. Qurra do të thotë lexues të Kuranit. Ata që e kanë lexuar shumë Kur'anin e Kerimin, edhe i kanë njohur dispozitat, pra kanë qenë gradën e dietarëve. 70 prej tyre i ka dërguar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Edhe kur kanë mërri në hyrje të fshatit, në hyrje të fisit Banu Amir, këta e kanë shkruar në letër prisit atij fisi. Edhe e kanë dërguar Haram ibn Malham te udhëheci i këtij fisi, i cili ka pasur Amir ibn Tufail. Edhe kur ka shku këmi a dërgoj letrën, Amir ibn Tufail, ky zullumçari i madh, as nuk e ka hap letrën me kyre çka po thojnë muslimanët, çka po thojnë ta 70 dietarë që kanë ardhur neve me na mësu fen, po e kanë mbyt domethënë dërguarin që e kanë dërguar muslimanët. Pastaj edhe e kanë mbledh një ushtri për me shku me i sulmu këta 70 hafuzar të Kuranit, të cilët janë kanë të prit në hyrje të fshatit. Aleikum salam. Pastaj ka ndodhur një luftë e madhe në mes 70 lexuesve të Kuranit, 70 hafuzarëve, edhe pale sa armikit mirë po numri i vogël i muslimanëve. Edhe fakti që ata nuk janë të përgatitur për luftë, por kanë shkuar me mësu dinin, ka që një pjesë e madhe apo pothuajse të gjithë janë mbyt, përpos se një sahabiu i cili ka pshtu, i cili u kanë i plagum, e zgju më vonë, edhe ka shku, edhe i ka treguar pejgamberit alayhis salatu wassalam për këngjarjet që kanë ndodhur. Mirë po kjo humbje e 70 lexuesve të Kuranit të Kerimit, që do të flasim inshallah ndërsa të ardhshme për këtë ngjarje, e ka mërzit shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E fit pas ngjarjes që ka ndodhur edhe një fitnë, edhe një bela tjetër. Këtë rast me një fes për fisëve të jehudëve. Kena përmend se pejgamberi alayhis salam kur ka shkuar në Medinë, i ka gjetë 3 fise. Pra fisi Banu Qaynuqa, të cilën bisedum e shpjegum dersën e kaluar se e ka përzon pejgamberi alayhis salam prej Medinës. Për shkak të rrethive dhe fitnave që i kanë bërë. Ka qenë fisi Bani Nadir, edhe fisi Banu Qurayza. E ky fisi Banu Nadir, kur ka shku pejgamberi alayhis salam te ky fis për me kërku pagimin e 2 gjakave. Këta janë sebeb që 2 prej muslimanëve janë vrarë me një betejë. Edhe pejgamberi alayhis salam ka shku që këta me e shpagu gjakin që e kanë bërë. Mirpo, fisi Banu Nadir prej jehudëve e kanë përgatitur një kurth për me mbyt pejgamberin alayhis salam. Pra, pejgamberi Allahut ka pas marrëveshje të paqes me këta. Pra, mujnë me shku edhe mujnë me ardh pa u luftu. Mirpo këta i kanë përgatitur kurth edhe kanë dashur me mbyt pejgamberin Allahut. Mirpo Allah azza xhela ka dërguar Xhibrilin edhe ja ka treguar kurthën që janë duke e bë Banu Nadir fis për fisëve të jehudëve. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam e përgatit një ushtri edhe shkon me i sulmu këtë fis të jehudëve, të cilët fshehen prapa kalave të tyre, mirë po pas 6 ditë rrethimi dorëzohen edhe i marrin sendet e veta. Pejgamberi alayhis salam janë me shku edhe një pjesë e tyre pra vendoset në Khaybar, të cilët do të flasim më vonë për Khayberin, inshallah, edhe një pjesë e tyre shkon në Edhriyat, një qytet në Siri, i cili sot quhet qyteti Darras. Edhe kështu pejgamberi alayhis salam edhe sigurisht nga fisi Banu Qaynuqa, edhe tani nga fisi Banu Nadir e bën pastrimin e Medinës, mirë po ka mbetur një fis tjetër as fisi Banu Qurayzas. Mirë po për fisin e Banu Qurayzas se çfarë tradhtie kanë bërë, edhe cili ka më kon gjykimi i pejgamberit alayhis salam tek fisi. A do t'i largon nga Medinja, si ka largu këto 2 fisë tjera, apo do t'jep dënim tjetër, inshallah rreth kësaj ngjarje do të flasim në ligjëratën e ardhshme kur do të flasim rreth betejës së Hendekut, edhe tradhtisë që kanë ia bë muslimanët, fisi Banu Qurayza kanë ia bë muslimanëve. Prandaj edhe me këtë largim që ia bën jehudëve nga Medinja, pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka pastruar Medinën edhe muslimanët kanë pshtu edhe nga një fitnë që kanë dashur me edhez ky fis. E pas sa ngjarje ka ndodhur edhe një betejë tjetër e cila u kon shumë e rëndësishme në historinë islame edhe në historinë e pejgamberit alayhis salam. Ajo është betejë e Bani Mustalik apo betejë e Muraysiye. Quhet betejë e Muraysiye për shkak se ka ndodhur një vend e quajtur Muraysiye. Bani Mustalik është fis prej fisëve të arabëve. Ky fis kur kanë dalë muslimanët me luftu në Uhud, e kanë bërë palën e mushrikëve. Pra i kanë ndihmuar mushrikëve kundra muslimanëve. Pas përfundimit të luftës, pra fisi Bani Mustalik e ka mbledh një ushtri edhe ka dashur me luftu
pejgamberin alayhis salam. Atë ka marrë vesh pejgamberi Allahut edhe ka nis një ushtri me dikon rreth 700 burra. Disa transmetime thotë që janë 1000 burra muslimanëve. Në këtë betejë pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka marrë 2 gra me veti. Pra e ka marrë Aishën radhiyallahu anha edhe e ka marrë Salamën radhiyallahu anha. Gjatë rrugës për me shku me ballafaqu me armikun, e zoi një spion të këtij fisi muslimant. Edhe e pyet pejgamberi alayhis salam këtë spion rreth gjendjes së armikut, ai refuzon me fol. Nuk tregon sekretet e ushtrisë, atëherë pejgamberi alayhis salam urdhëron me mbyt këtë spion edhe mbysin muslimant. Pastaj kur marr vesh pala armikut se është mbyt spioni që ka dërguar te muslimant, friksohen. Edhe një pjesë e ushtrisë largohet. Kjo bëhet me elet ballafaqimi i muslimanëve me ta, edhe në ditën e nesërme kur takohen muslimant arrin me mbyt 10 prej këtyre ushtarëve, edhe pjesa tjetër ik. Gjithashtu në këtë betejë muslimanët kanë marrë ganimet shumë, kanë marrë parafërsisht 1000 deve edhe 5000 dele. Gjithashtu muslimanët kanë marrë edhe mbi 200 apo më shumë gra robëresha në këtë betejë. E gjatë kthimit nga kjo betejë për Medinë me shumë ganimet pejgamberi alayhis salatu wassalam ka ndodh edhe një dy ngjarje të cilat munafikat kanë dashur me i shfrytëzu për me edhis fetën e mos të muslimanëve. Pra kur i kanë duke u kthyer në Medinë, dy ngjarje kanë ndodhur çuditshme, të cilat i kanë prirë munafikat për me bë zullum edhe për me bë fesat të muslimanëve. E para është se një muhaxhir, pra një banor i Mekës, muhaxhir, e ka godit njërin prej ensarëve. Edhe ka godit fytyrën e tij që i ka rrjedh pak gjak. Atëherë ky i cili u lëndu i ensarëve ka po thirrë edhe ka thirr o ju banor të Medinës. E ka thirr fisin e Ausit dhe fisin e Khazrejit. Pra e ka po thirrën në nacionalizëm. Edhe ka kërkuar ndihmë. Edhe ata i mbledh me ndihmu. Ky banori i muhaxhir që ka qenë, banori i Mekës, i cili ka po hijret, ka filluar me i thirr me kast, me i dal ndihmë. Edhe gati sa nuk ndodh një luftë pas vllazërimit që bani pejgamberi alayhis salam, shkaku i kësaj thirrje, pra thirrjen e nacionalizëm, thirrjen e fesë e kështu me radhë. Kur i dëgjoi pejgamberi alayhis salam këtë thirrje, i tha, unë tha halan mesin e juve, e ju tha po thirrni në fanatizëm, ju tha po thirrni në xhailitet, prandaj thirrjen nacionalizëm, thirrjen e fesë, thirrjen e kamp që e banën këta sahabi, e quajti pejgamberi alayhis salam xhailitet. Gjithashtu tha, falane këtë thirrje, se kjo thirrje tha është në verëshme, kjo thirrje tha është e poshtër. Edhe kështu pejgamberi sa u mundu me ishu gjakra që kanë të ndodhur mes muhaxhirëve edhe ansarëve. Mirëpo aty afër kanë edhe Ibn Seluli, koka e munafikave, i cili nuk ka mujt me i kalu kjo ngjarje pa shfrytzu për me i thumbu muslimanët. Çka bën? Ky pastaj i mbledh disa prej ansarëve, prej banorëve të Medinës, edhe i thot, ju thot i keni fajt kjo çka ndodhi. Thot, a nuk keni jo ata që i lëshut shtëpitë juve për muhaxhirt? A nuk keni ata që e dajt ushqimin me ta, edhe e dajt kafshët që e keni pas edhe krejt pasurin? Thash thot, shikoni ata se si po a kthejnë juve. Edhe thot, një fjalë e thot se dora atë qenë që ka ushqy, tash thot aja po e ha pronarin. Pra i thot pejgamberit alayhis salam edhe sahabëve qenë. Pra një dorë që ushqen qenin e vet, tash e thot po na haneve. Edhe tha, cilat fjalët e tij Allahu subhanahu wa taala i ka shkruar në Kur'an, la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'zu minha al-adhall. Ata kur themi sa Medinë, al-a'zu e ka thujt veten i larti, Azizi ka thënë vetet. Ky i ndershmi ka thënë, ka më përdon ata i cili është adhall, i cili është i poshtër, e ka pas për qëllim për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Edhe kështu ka filluar domon përmes saj deri ka hi me i grumbullu ensart për me e përzon pejgamberin alayhis salam nga Medinja. Mirpo aty afër këtë kurthë këtij munafiki edhe atyre grupeve së vet ka qenë djalosh i ri i cili kanë i rinë mosh. E ka posanin Zeid ibn Arqam. Mirpo ka pas dije, edhe pse u kanë i ri, edhe ka arrit ky me e prish kurthën e munafikave. Nga bjemri le më kuptu se është prej familjes së Arkamit. Kush ka qenë Arkami? Kena përmend se në Mekë kur pejgamberi sa me ka pas fshirën e bodavet, ku ka bodavet? Në shtëpinë Arkam ibn Arkamit, Darul Arqam. Prandaj kjo na le më kuptu se sa e rëndësishme që fëmijët me urrit në për atë shtëpi në të cilën ka derse, në atë shtëpi ku ka ligjërata, ata prind që i marrin fëmijët në për ligjërata, shikoni sa rëndësishme se si përfiton fëmia. Pra këtu kanë shumë i rinë mosh ka të zënë kanë shumë i rinë mosh. Zeid ibn Arqam. Mirpo i rrit me din, i rrit me ligjërata, i rrit me derse, i rrit me ulema, edhe ka arrit domethënë me ditë se çka është duke bëu munafik. Edhe ka shkuar te pejgamberi alayhis salam, i ka thënë ja Rasulullah, thot Ibn Seluli është duke përgatitur kurthën me tabati. Thot edhe ka përmend fjalë se çfarë ka thënë. Pejgamberi alayhis salam u çudit.
E thot nuk ka mundësi, thot, ndoshta thot ti thot ki inati personal diçka me atë, edhe po e shfrysh këtë. Jo thot ja Rasulullah. Thot ndoshta si të e kuptu ti. Ndoshta i flet dialekt tjetër ti tjetër, edhe nuk e të e kuptu se çka ka dashur me thonë. Ja Rasulullah thot, unë e kuptoj gjuhën e tina, edhe jam duke e ditë saktë çka është duke bëj Ibn Seluli. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu e nxjerr shpatën e thot ja Rasulullah, thot lejon shkoj edhe t'ja kus kryti munafiki Ibn Selulit. Mirpo, pejgamberi alayhis salam e ndalon edhe thot askush mos ta prek. Thot pse? Mos mendoj njerëz se Muhamedi po i vret shokët e vet. Por shkak se Ibn Seluli veten e ka paraqitur si musliman, ai fal në safin e parë namazin e sabat, edhe ka marrë pjesë në xhihad në pejgamberin sa. Madje u çon xhamia dhe i ka thirr njerëz ka për ditë madhe, o njerëz, besoni Muhamedit si dërguar Allahu të kështu me radhë. Pra, në synën e palës së tretë, ky konsiderohet si sahabi edhe si njeri i pejgamberit alayhis salam dhe si shok i tij. Për atë ka thonë nuk du me mendu njerëz se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po i vret shokët e tij. Mirpo, ka dashur Allah azza xal që pejgamberi sa edhe këtë fitnë të cilën dashte me Aziz ibn Seluli me shokët e tij, me e shu edhe me i pajtu a muslimant konkretisht ensart edhe muhaxhirt. Pra kjo ka qenë fitnja e parë që kanë dashur me Aziz a munafikat me Medinë. Fitnja e dytë kanë ngjarja hadithul ifk apo ngjarja e shpifjes. Në çet betej është shpif edhe ndaj Aishës radhiyallahu anha. Është shpif ndaj Aishës radhiyallahu anha. Përderisa musliman gjykon duke u kthyer në Medinë, Aisha radhiyallahu anha u largu pak, ka shkuar shretin për me i kry nevojat e veta. Edhe në këtë periudhë Aisha ka në rën mosh. Edhe që transmeton ajo vetë thot, jam konviq, ashtë edhe lëkus, ka pas mish, kanë adopt edhe kanë rën mosh. Edhe ka qenë adet në atë kohë kur kanë zbrit ajetet për më mbulu gratë të thabë përveç ju mbulu, mirë kur kanë udhëtu, i kanë pas edhe një lloj tenda apo një lloj çadre e cila është vendosur mbi deve. Pastaj aty është fut gruaja. Pra thabët kanë xheluar pse u kanë mbuluar me e pa dikush. Mirë po ja kanë ndërtu edhe një lloj çadre, një lloj tende për me fut në deve. Edhe këto i kanë pas anash disa dorza të cilat i kanë kap sahabët e tjerë. Pra janë fut gratë, i kanë marrë edhe i kanë hyp 4 prej sahabëve mbi deve. Mirë po Aisha e dopt në trup, s'ka pas kilogram shumë. Sahabit në anën tjetër kanë njerëz fuqishëm, kur e kanë marrë 4 vet këtë çadrën, nuk kanë mujt me ditë a ka njerëz brenda apo s'ka brenda. Edhe kanë vendosur atë çadrën mbi deve, duke menduar se Aisha është brenda. Faktikisht Aisha e ka harruar një çafore që e ka pas dhurat nga motra vet i ka hub. Edhe duke e kërkuar atë çafore me e gjet, karavani është nis. Edhe kështu ka mbet e vetme në shkret e tij. Edhe ka qenë adet rregull atëherë, kur kanë dalë karavanë shkretin ose në lufta, fillimisht një person ose dy, një ditë ose dy para karavanit ka ecë. Këta persona kanë vlumtu nëse ka armiq apo nëse ka rrezik rrugës, e kanë has edhe i kanë tregu karavanit se përpara është rrezik. Gjithashtu pejgamberi sa më ka lënë edhe njerëz prapa, një ditë prapa dikush ka ecë, nëse dikush harron diçka nga karavani apo hub devi apo diçka, ky e ka gjetë. Edhe për personave të cilët e ka lënë pejgamberi alsa me ecë një ditë prapa karavanit, me mbledh sanet që ka mundësi me humb, ka qenë edhe Safwan ibn Mu'tal as-Sulami radhiyallahu anhu. Për shokët e pejgamberit alayhis salam. Edhe kur ka ardhur këtë ditën e nesërme, duke ndjek karavanin nga prapa, e ka po Aishën shtrimin shkretin. Edhe ka njoft Aishën, edhe pse Aisha pas zbritjes së ajeteve e ka mbulu fytyrën, por kë e ka njoft para se me zbrit ajetet e mbulesës. Edhe ka thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, është çudit kur e ka pa Aisha. Në atë moment u zgju Aisha radhiyallahu anha, edhe ka mbulu fytyrën. Çish ka në transmetimet që i ka sjellë Imam Buhariu. Edhe thuhet se ky sahabi Safani e ka ul devën, Aisha ka hyp, nuk e ka ndrru asnjë llaf. Edhe Safani ka ecë përpara, Aisha përmas me deve. Derisa të nesërmen e kanë arrit karavani ku u kon duke pushuar pejgamberi alayhis salam. Mirpo, ky gabim ngjarje që ka ndodhur. Nuk i ka ikë Ibn Selulit, munafikit Medinës, i cili kur e ka pa, i ka thonë disa rreshta të cilat tekstualisht ndoshta nuk ka thonë kur gjën kundërshtim. Çka ka thonë? Thot interesant, thot nana besimtarëve Aisha thot me Safwanin e pas kanë kaluar natën shkretin. Çka ka thonë? Edhe ka nisë me u shpërndar ky llaf në mesin e muslimanëve. Se Aisha pas ka nejt një natë më herët edhe pas ka kaluar natën me Safwanin shkretin. Edhe Aisha kur është kthyer në shtëpi, si pasojë që ka nejt një natë vetë shkretin është smu. Nuk i ka ditë çka është duke ndodhur, që është duke u shpif në nderin e saj në Medinë. Edhe 30 ditë ka nejt e shtrit në shtrat nga smundja që e ka pas. Mas 30 ditë ka dalë për herë të parë ka dalë prej shtëpisë
zbashku me Mistah, me një grua që ka pasur Mistah. E Mistahu djali vet ka qenë prej atyre muslimanëve, nuk ka qenë munafik, ka qenë musliman I cili ka marrë pjesë në shpifje. Ndoshta si pasojë e jehlit që ka pas, apo si pasojë ndonjë gjino, mendjeletësisë që ka pas, sidoqoftë, ky sahabi I cili ka marrë pjesë në Bedr, ka filluar me shpif. Ndër Aisha radhiyallahu anha. Aisha ka dalë me nanën e Mistahit me hec rrugës. Edhe nana e Mistahit, hijabi, veshja që ka pas, ju ka lidh për kputucë dhe u kanë duke udhëzu. Edhe ka qenë adet atëherë se njerëzit kur kanë dashur me udhëzu se diçka e kanë shoh dikan. E kanë ofenduar dikan gjatë rrëzimit. Edhe Mistah e shon djalin e vet, Mistahin. Se e ka urrëti djali i vet, po merr pjesë në shpifjen që e ka bënë Aisha radhiyallahu anha. Mirë po Aisha radhiyallahu anha e pafajshme. Nuk I ka ditë domethënë shërët dhe të këqija të njerëzve. Edhe kur e ka ninë nënën e vet duke e shoh Mistahin, I thotë ki frik Allahun, thotë, çysh po e shani burr thotë I cili ka prezantuar në Bedr. Çysh po e shani burr I cili ka prezantuar në Bedr. Ai thotë ka marr pjesë në xhihad në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, e ti thotë po e ofendon Mistahin radhiyallahu anhu. Kë gruaj ka thonë ja hanta do të thotë sikur më thonë o e mirë atë. Ç'është ka kuptimi që ka thonë ti a nuk e di çka do të ndodh për ty, ka thonë çka do të ndodh. Thotë Mistahi djalë jam edhe të tjerë thotë je tu ka akuzu se ti ke bërë zina me Safanin radhiyallahu anhu. Atë kur e dëgjon këtë fjalë Aisha vjen tokë edhe I shtohet smundja. Edhe shkonte te baba vet, edhe shkonte Ebu Bekri, te nëna vet, edhe kërkon thotë çka është duke ndodhur, pse më duke akuzuar. Nëna vet thotë I jam thotë ndaj tij thotë kanë xhelozi. Thotë se ti ke bukuri shumë, edhe burri I pejgamberit alayhis salam thotë ty don shumë, para thotë edhe shkaku I xhelozisë thotë janë duke të akuzuar ty. Edhe thuhet se Aisha pastaj ka 2 ditë as nuk ka hëmbër, as nuk ka fjet, vetëm se ka çajin. Gjatë kësaj periudhe pejgamberi alayhis si ka fol Aishës. Edhe këtë periudhë pejgamberi alayhis salatu wassalam pasi këshillohet me sahabit, me Usama ibn Zeidin, edhe këshillohet me Aliun radhiyallahu anhu, edhe këshillohet me shërptorën Bureirën, shërptorën e Aishës, kretë folin fjalë të mira, askush nuk akuzon Aishën, ngritet minber. E thotë o njerëz sot, çka është puna e disave thotë që po më akuzojnë thotë ngryhen tan. Po më akuzojnë thotë nderin tan. E thotë un pikërisht tam nuk di vetëm se hajër. Gjithashtu thotë edhe për burrin që po akuzojnë Safanin thotë, unë njeh si burr I mirë, Safani nuk e njoh se zinaçar. E thotë ai thotë shtëpinë tam nuk ka hyrë për vetëm me lejen tam. Çka është puna ju thotë? Atëherë ngritet kryetari I Ausit Sa'd ibn Muadh radhiyallahu anhu thotë ja Rasulullah, thotë nëse ai I cili është duke shpif është prej Ausit, thotë unë kam ja kryetja Rasulullah. Unë thotë jam kryetari I fisit dhe mbës, ka thënë kush është ja Rasulullah. Mirë po thotë nëse është prej Hazrejit, prej fisit tjetër të Medinës, thotë çysh do shtja bajnë ja Rasulullah. Edhe më kuptu se piton me thash pi Ausit, po ka mundësi më kanë prej Hazrejit. Atëherë një sahabi tjetër, Sa'd ibn Ubada, që ka qenë prej Hazrejit, e ka pak inati, që fisi I tij po akuzohet. Edhe ngritet thotë, vallahi thotë kur s'keni më mbyt nëse prej fisit tonë. Edhe pse Sa'd ibn Ubada s'ka qenë munafik, mirë po ka mashtruar shejtani. Sahabët nuk I thonë pagabushëm. Pastaj ngritet një sahabi tjetër dhe akuzon me nifak, edhe fillojnë sahabët me akuzuar një tjetrin me nifak edhe me gënjeshtër. Prandaj ulet pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe I qetson sahabit, ti I thotë shuj aty hesht, edhe e qetson fitnën, edhe e le këtë çështje Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kthehet hyn në dhomën e Aishës dhe thotë ai Aishë thotë nëse e ke bërë këtë punë thotë pendohet Allah. Sa thotë Allah I da ata që pendohen. Mirë po nëse nuk e ke bërë, Allahu subhanahu wa taala atë ka me të pastru ty. I thotë në pranitë e Ebu Bekrit atë nënës vet. Aisha radhiyallahu anha I thotë babës vet, anës vet thotë përgjigjja. Mbronë mund tash një të akuzu. Mirë po Ebu Bekri edhe nëna vet nuk e mbrojnë Aisha radhiyallahu anha. Thotë na nuk kena çka me fol. Atë këto Aisha e kupton se është e vetme, edhe askush nuk ka duke I besu. Madje që transmetohet se I ka thënë pejgamberit alayhis salam, thotë gjatë kësaj periudhe, një mujore son sekondit, thotë unë e di që zemrat e juve është vendos që unë kam bërë këtë punë. A thotë është e kohët nëse unë e mbroj veten tam, thotë ju apo të besoni mua. Thotë ju e pasni domën, ku ka volon zemrat e juve se unë kam bërë atë punë. Mirë po thotë, unë s'kam gatja maj vetëm se do të them ato çka e ka thënë baba Jusufit. Baba Jusufit e ka për qëllim Jakubin alayhis salam. E pse I ka thënë baba Jusufit? Sa është edukat kur të folin për një pejgamber të Allahut me përmend me emën, edhe nëse kanë lidhje familjare. Shembull, nëse do të përmend Ismailin, nuk themi djali I Ibrahimit, po themi Ismail alayhis salam, ose për Harunin, themi vllavi I Musës, po themi Haruni alayhis salam e kështu me radhë.
Lejohet me thonë shembull djali i Nuhut apo gruaja e Lutit, që kanë musliman, apo mirëpo pejgamberi Allahut në përmenamën. Dietar ka thonë pse Aisha radhiyallahu anha s'ka thonë Jakubi alayhis salam ka thonë baba Jusufit. Përsa se thonë u kanë si gjendje të keqe, se ka filluar mi harru emrat. Pra ka harru që e kanë Jakub, mirëpo i ka kujtu Jusufi. Edhe e ka lexu fjalën e Jakubit alayhis salam. Çfarë fjalë? Kur djemt e Jakubit alayhis salam e kanë marrë Jusufin, edhe kanë gjyt pos, e kanë marrë këmishën e tij edhe e kanë lyë me gjak. Edhe e kanë dërgu Jakubit e kanë thonë djalin tonë dhe ka hangur ujko. Mirë, Jakubi ka pasur këmisha nuk u kanë shtyme. Pra nëse ha ujko, padyshim se me dhënë të tij apo me kthetë ti ka me shty këmishën. Këmisha u kanë e re, e lyme me gjak. E ka kuptuar se ata e kanë bënë kurth, djalin ja kanë marrë, edhe Jakubi është i pafuqishëm për me dalë me xhet. Çka ka thonë Jakubi alayhis salam? Ka thonë fa sabrun jamil, ka thonë sabri është shumë i mirë. Wallahu musta'anu, ka thonë unë mbështet në Allahut ala ma tasifun, në ata që kanë duke thonë ata djemt. Pra unë mbështet në Allahut që shpifjen që të llafa që kanë të thonë jo që të kurthën që keni përgatit, unë mbështet në Allahut azza xal. Prandaj edhe Aisha radhiyallahu anha kështu ka thonë. Fa sabrun jamil, ka thonë sabri është i mirë, edhe unë mbështet në Allahut në ata që kanë duke thonë për mua. Dhe thuhet se ja ka kthy krahin pejgamberit edhe ka ra domethënë duke çajt me fjet. Hala pa ngrit pejgamberi alayhis salam për mejlisit, Allahu subhanahu wa taala i ka zbrit ajetet në të cilën e pastron Aisha radhiyallahu anha. Sura Nur, konkretisht ajeti 19 deri ajeti 21, pra 10 ajete të cilat Allahu subhanahu wa taala fol për çështjen e Aishës, edhe e pastron Kur'an nga ajo çka e kanë shpifur Allahu subhanahu wa taala innal ladhina ja'u bil ifki usbatu minkum. Ata të cilët kanë shpifur ndaj Aishës, thotë janë një grup për juve. La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Thotë po mendoni që është sharr për juve, po ajo është hajër. Edhe ajetet janë gjata vazhdojnë. Por Allahu ka thënë që shpifja që është vazhdo për juve, për dikonja që është mesin e juve, edhe kjo është hajër për juve, nuk ka sharr. Çish ka mundësi më kanë hajër me u shpif nana besimtarve, me u shpif vajza e Sidikut gruaja e pejgamberit. Çfarë hajri ka këto? Ka thënë dietar, hajri është këtu se kjo sprov, kjo fitnë e ka dalluar se kush është munafik edhe kush është i sinqert. Pra çto e kanë nxjerr kokën munafikat, edhe këtu kanë dëshmu të vërtetën ata që kanë besuar në Aishën radhiyallahu anha. Prandaj selefus salih kur ka këshillu, ka thonë mos i orreni fitnët, se ka thonë fitnët i nxjerrin kokat e munafikave. Pra fitnë nxjerrin kokat e munafikave. Gjithashtu transmetohet Said ibn Jubairi radhiyallahu anhu për tabenëve thotë në fitnë dallohet se kush e adhuron Allahun dhe kush e adhuron tagutin. Pra në gjendje të qetë, në gjendje të mirë, këtë janë musliman. Mirëpo, se cili pretendon që është musliman, mirëpo kur vërtetohet imani në fitnë, kur ndodhin fitnët, kur ndodhin sprovat, aty pra dallohet se kush është musliman edhe kush nuk ka musliman. Kush domethënë ka sinqeritet islamin, edhe kush ka domethënë ka dyshime apo ka nifak në imanin e tij. Edhe kështu Allahu subhanahu wa taala pra me këtë sure, me këto ajete që i ka zbrit në surën Nur, e bën edhe pastrimin e Aishës radhiyallahu anha pas një shpifje të madhe që ka bën nga ana e munafikëve. Inshallah për me vazhdu në të ardhmen në ligjëratën e ardhshme me betejën e Khandekut, edhe se si fisi Beni Kurejda fis për fisëve të jehudëve i tradhon musliman. Inshallah për shkak të kësaj vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.